krenaria jon shumë miliona. Assalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që po na ndiqni në këtë moment, ju flasim drejt për së drejti nga studio në Prishtinë. Edhe sonte si çdo të martë do të jemi drejt për së drejti në emision me të nderuarin profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim me selamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje edhe sonte në program. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Abni, mirë se ju gjejmë juve dhe vëllezërit dhe motrat që na ndëgjojnë anë banë botës këtë që mirë se ju gjejmë. Allah ju rujt. Amin. Të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, sonte në këtë emision të drejt për drejt do të mund të bëheni edhe ju pjesë e kontaktit duke na telefonuar në +383 44 88 698 nëpërmes Viber, WhatsApp dhe gjitha rrjeteve të tjera. Njëkohësisht mund të bëni pyetje duke i shkruar në po ashtu edhe në Skype të Radio Dituria Islame. Ndërsa sonte temë për të cilën do të flasim është Kurani dhe sëmundjet shpirtërore. Këtë temë pra do ta trajtojmë në këtë emision të sonte. Ne do të vazhdojmë sigurisht në pjesën e parë të programit me ligjëratën nga profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxha. Më pas do të kthehemi me pyetjet tuaja, pyetjet të cilat pra ju do të mund t'i drejtoni në këtë emision të sotëm. Ne pa mbërkoj kalojmë fjalën për të nisur ligjëratën e sotme të nderuarit profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxha. Më pas në pjesën e dytë të programit do të kthehemi me pyetjet dhe përgjigjet tuaja. Faleminderit Abni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Gjitha falënderimet, gjitha lëvdatat i qofshin dhe i takojnë Allahu xhalla shanuhu. Allahun e falenderojmë me zemër, nga ai ndihmë kërkojmë atij, nga ai kërkojmë falje, nga ai pendohemi. I lutemi Allahu xhalla shanuhu që më na mundsua që të gjindemi në atë rrugë ku ai vetë është i kënaqur, në rrugën e Kur'anit, në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Salavatet tona, selamet tona, përshëndetjet, po ashtu si gjithmonë dhe çdo mexhlis nuk ka darëqet nëse nuk bëhet kështu, ja dërgojmë të gjithë Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj edhe ju vëllezër dhe motra që na ndëgjoni, thuani Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, se një herë nëse na bim salavat, Allahu 10 herë neve na shpërblen për këtë. Mirë se vini në emisionin ton javor, e në temën e sontit që e kemi pa, është diçka me rëndësi shumë të madhe për ne, po me rëndësi të madhe aspektin ndërkombëtar për musliman kudo që të jenë, po edhe pikërisht pastaj ne fokusohemi edhe te problemet tona shqiptare, projet tona ballkanike dhe në diasporë, se kjo temë është universale, vlen për çdo musliman, pa dallim kumsi e gjuhë. Mirë po, fokusimi ynë do të jetë, do të thotë, te problemet tona dhe se si mund të dalim nga këta probleme. Troje tona. Si po shifet, besoj që edhe ju pajtoheni, cikli i këtyre ligjëratave apo emisioneve, po sillet dhe debatet po sillen rreth sistemit, rreth, domethënë, programeve çka ne i kemi pa të arsyeshme, nëse përfillen këto programe, nëse praktikohen këto programe me këto këshilla, me këto direktiva,
Unë jam I bindshëm, do thotë aty nuk ka shybe hiç, nuk ka dyshim që populli I Kosovës, po edhe muslimanët në përgjithësi do të dalin nga ajo krizë e cila na ka kapluar gjithëve. Do të dalim nga këto krizat që po jetojmë tani dhe që po I shohim dhe që po edhe pagujmë çmimin. Do thotë muslimanët janë ka paguajnë shumë shtrenjtë. Do thotë këtë domin e kësaj krize dhe shkaku është se neglizhenca, mos interesimi dhe ndoshta edhe xehli, mosdia, edhe kjo është thotë një prej shkaqeve. Smundje shpirtërore, o vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, për smundjet fizike apo biologjike të trupit, I kemi mjekët, shqyr Zoti xhaleshanuhu, kemi shkencën e medicinës, Allah I mos ta lasht pa ata, duhet na të respektojmë ata, duhet të kërkojmë ndihmë gjithmonë dhe sugjerime nga ata kur kemi nevojë, duhet të vizitojmë ata më shpesh, jo kur smuhemi, jo kur jesim në vend, bëhemi sakat, e runa Zot na godet edhe ndonjë e keqe, ndonjë infrakt. Po duhet pak vetes me ra gati me servis, sikurse makinës që kemi servisin rutin, çdo 5000 kilometra apo 10000. Kështu edhe njeriu duhet, domethënë servisin e trupit I mi abo me shku te mjeku, me kontrollu veten, me kqyr si janë situata. Do thotë për smundje fizike, do thotë biologjike apo trupore, I kemi ata. Javë që shkoj na diskutuam pak edhe për korrupsionin medicinal mesën atyve që ka dikush nuk po bën atë profesion si duhet, po folëm edhe për tema tjera profesione akademike fetar. Inshallah ata largohen, domethënë dalen nga këto domethënë veprat apo nga ky korrupsion dhe përmirësohen dhe nuk I keq përdorin pacientët tanë, nuk marrin shtrenjtë, inshallah nuk I kputin ato në kurriz, po shprehen kështu, se janë bë kontrollat e shtrenjta, spitalet e shtetit aty këtu bëjnë obligimin e tyre mirë, po si po shihet ende populli dhe pacientët nuk janë të kënaqur, po detyrohen me shku privat. E kur po shkon te ai privatniku, aty pret e faturën pastaj, ndoshta edhe po smuhet edhe një herë njëri. Ata duhet me jutut Allahu xhaleshanu ata mjekët në klinikat e tyre private, ne ta lypin riskun halal, nuk kemi problem me këtë. Mirë po, mos t'jen, domethënë njerëz të interesit dhe mos t'jen materialista dhe ne ta kemi parasysh situatën ekonomike dhe financiare të pacientëve të Kosovës. Ne ta kemi parasysh se te fundit edhe ky mjek që po kontrollon, edhe ky specialist, edhe ky kardiolog, një ditë edhe ai ka mos mua, një ditë edhe ato dikush ka me këshyr, edhe një ditë edhe ai ka me vdek. Ku për ato nëse ka bo hile, nëse ka mashtru, nëse ka vjedh, lumi I cili e ka kryer amanetin dhe profesionin me përgjegjësi dhe me ndërgjegje. Ta ishin smundje trupore, fizike, që na nuk përzihemi. Borxhe kemi me Kur'an, edhe me hadithet pejgamberit alayhis salam, që na me kërku shërim. Allahu është ai që shëron, po mjeku bëhet sebeb. Mjeku bëhet, do të thotë ilaçi, bari bëhet sebeb. Mjeku do të thotë mjekon, mirë pa Allahu shëron. Mjeku e kryen procesin e shërimit, po procesin final, shërimin e ka Allahu në dorë. Këto gjëra duhet të jenë të qarta. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që çdo smundje që ka kriju Allahu xhaleshanu në këtë jetë e ka ilaçin. Vetëm vdekja e disa transmetime që duhet më vërtetuar ata edhe pleqnia nuk kanë ilaç. Gjëra tjera këtë kanë, mirë po, na duhet me lyp dhe me kërkuar. E tani kemi një lloj tjetër të sëmundjeve që dietarët islam kanë diskutuar shumë herët. Ai lloj quhet emradul qulub, sëmundjet e zemrave.
për zemrave, po ma mirë në përkthimin e poshtë arsyeshme me thonë, domethënë smundjet shpirtërore. Kështu që mos kujton dikush kur përmendet smundjet e zemrave, tensioni naltë, zjarrimi i zemrës, probleme me ente gjakut e tjera, jo poshtë arsyeshme përkthimin e smundjet shpirtërore. Jemi ka e shohim vetë, dhe thot pasojat, dhe jemi ka i përjetojmë vetë që populli ynë në përgjithësi, muslimanët në përgjithësi, po edhe shqiptarët në veçanti, flasim edhe kombe tjera, na keq kuptojnë dikush, po unë po flas shqip, më kur me fol arabisht, unë diçka i them arabëve, se çfarë smundje kam. Më vë me fol turqve, i dim. Më vë me fol për shembull bosnjakëve, e di mirë, po janë disa smundje shpirtërore që janë universale. Dhe çdo popull është gati, po janë disa pak dikush dallohet më tepër, dikush më pak. Smundje shpirtërore më të madhe, domethënë janë përhap mesin në muslimanëve, dhe këto probleme kanë ekzistuar edhe qyshherët o vllazë. Edhe qyshherët. Dhe mu për këtë qëllim, dietarët e hershëm, pranimi vjetës, si Imam Abu Hamid al-Ghazali, si Imam al-Juwayni, Ebul Maali al-Juwayni, si Imam al-Haramain, si Imam Ibn Taymija, si Imam Ibn al-Khayyimi para 700 viteve, si Imam Ibn Kathiri, Imam Qurtubiu, tjerë shumë, jenë marrë shumë me këtë çështje. Në atë kohë ata atëherë i kanë thonë, emradul qulube kanë përdorur librat e tyre smundjet e zemrave, po qëllimi është smundjet e shpirtrave, sa arabisht i vjen domethënë kuptohet kur përmendet smundjet e zemrave, arabët e kuptojnë çdo vetvetijo që kanë për qëllimin këtë smundje që do t'i përdorin, që do t'i përmendin tani, smundje shpirtërore. Edhe ata përpara janë marrë me këtë smundjet e zemrave, me këtë smundjet e shpirtërore. Dhe kanë fol temat të tyre kanë debatuar tezkiyetul qulub. I thënë arabisht tezkiyetul qulub, po edhe Allahu xhela shanu ka përmend këtë në Kur'an, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar dhe ka korë sukses dhe ka dalë fitimtar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij nga këto probleme që do t'i përmendim pas pak. Kur'an një shiqim tematik, një studim tematik, shohim se shumë vende në Kur'an Allahu xhela shanu ka përmend punën e smundjeve shpirtërore, smundjet e zemrave. Që t'jem më i përpikt se koha shpejt po më shkon akë domethënë minutat, me ajetet gati i kemi në kokë fyshër Zotit xheleshanu, mirë po t'jem ma principiell dhe ma më i përpikt, sikur se ligjërat universitare, se minutat shpejt po na shkojnë, e kemi qëllimin Allahu shumë në Kur'an e ka përmend këtë çështje, punën e zemrave. Ajete për këta, Allah ka thonë, fi qulubihim marad, ka folë për palën e hipokritave, monafikëve. Në zemrat e tyre kanë sëmundje. Kanë sëmundje, thash do t'i shohim pak ma vonë, çka janë. Fezadahum Allahu marada, po edhe Allahu xhela shanu u ka kështu, po më thonë atë smundjen, keqen për mit keqe që e kanë pas, sepse nuk jenë mundu ata me shëru shpirtin, për jenë mundu shumë probleme me bokone e pejgamberit a.s. Shumë gatrime, shumë fitne, shumë fesad, shumë korupcion me fjalë tjera kanë bë, edhe pastaj Allahu xhela shanu kur ata nuk lypin rrugën e udhëzimit, nuk kërkojnë rrugën e hidajetit, zadahumullahu marada, edhe Allahu xhela shanu u ka shtu edhe i kalon ashtu, dhe kanë vdek me ato smundje. Allahu xhela shanu përsëri i përmëkta do thot Surat al-Baqara.
e kemi ajete tjetër do thot përsëri surat al-Baqara edhe surat al-Muddathir e kemi surat al-Ahzab që Allah xhaleshanu thot ja ayuhan nabi ja nisa an-nabi ja ayuhan nabi ja nisa an-nabi falni ja nisa an-nabi o gratë e pejgamberit alayhis salam lestunna ka ahadin min an-nisa nuk jeni si gratë tjera të rëndomta si gratë me thonë xhamati tjetër populli tjetër ju jeni gratë e pejgamberit alayhis salam e çka kërkohet për juve kërkohet për juve përdot nëse jeni ju muslimanka besimtarë të mira besimtarë sinqerta atëherë keni kujdes se çfarë bisede po bëni mes veti po zhvilloni çfarë polemik po zhvilloni mes veti ju po dhe me pejgamberin alayhis salam apo ngritni zonën as po ngritni zonën para burrit po edhe kur vjen dikush për xhamatlive prej sahabeve me ju pyet diçka ju duhet pejgamberi alayhis salam e ju dilni mi prit ata apo ju përgjigjeni atyre Allahu i ka mësuar gratë e pejgamberit alayhis salam se si me fol keni kujdes gjatë bisedës folni normal mos e holloni zërin po rini normal po se nuk kemi nevojë shumë ulshuan biseda sepse lëshimi i tepërt në biseda dhe ndryshimi i zërit nga ajo që normale me bo diçka pak ma tërheqëse Allahu po thot ata që kanë smundje në zemër ju bëhet vezvese ata që janë smut në zemër fe yatma alladhi fi qalbihi marad më thonë edhe pse jeni gratë e pejgamberit po shejtani snalet edhe i bën vezvese zemrat atyre domethënë edhe domethënë se me kon po bisedojmë qysh po flasin qysh sa mirë po flasin qysh kështu domethënë keni kujdes se si po fitni edhe bisedoni domethënë polemizoni në mënyrë të drejtë qëllimi nga ky ajet është veçul ilale argumentimi fe yatma alladhi fi qalbihi marad ai që ka në zemër smundje e jetë syni që tërkun po ai do thot menon keq këto qëllime do thot ajeti tjetër përmendet Allahu xhaleshanuhu po edhe për smundjet fizike ka folë në Kur'an për smundjet trupore kur jeni të smund apo në udhtim e smuni me agjeru atër muni me prish agjerimin po nuk muni me marr abdes mund merrni tejemum s'keni ujë po në hax jeni duke shku në hax jeni smund jeni bllokuar do thot po nuk po muni do thot me vesh ihrame trup t'juin po shkaku nga smundje ndryshme të likurës i ka përmend Kurani dhe smundjet e zemrave prandaj ka aty lëçime edhe ka rregullore që çka me bën smundjet domethënë a ka smundje zemrave shpirtrave ka plot edhe Kurani ka vendos do thotë ka vulos këtë çështje kjo dukuri njerëzore qysh herët pastaj gjeneratat pas sahabeve tabiinëve 100 vitet e para 100 vitet 200 vitet më thonë 100 vitet e dyta gjeneratat e treta deri në kohën e sotit gjithmonë janë marrë dietar të më çështje domethënë problemin e spastrimit zemrave dhe spastrimit të shpirtit dhe rregullimit çka të shpirtit me Allahun xhaleshanu prej smundjeve çka përmend Kur'ani smundjeve shpirtërore çka i përmend Kur'ani po i përmendim na disa pastaj edhe gjatë bisedës i përmendim edhe tjerë po përmendim smundje do thot smundjen e xhelozisë el hasad i thënë edhe el ghil i thënë arabisht në Kur'an përmendet edhe muslimanët janë mirë janë lutur wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu wa zat mos lën zemrat tona ghil me thon një lloj inati një lloj hasede xhelozie ndaj atyre të cilët kanë besuar kjo smundje e madhe për smundjeve tjera Kurani përmend tekabbur me një madhësia po me një madhësia
Edhe sifatet, apo si me thonë, se si demonstrojët mendja madhësia, kemi shumë shembuj. Po, e do t'im pastaj dhe thot edhe te kjo. Prej smundjeve të zemrës që Kurani i ka përmend, është hipokrizia, nifaq, dyftërsia, njerëz me dy standarde, double standard people, i thënë edhe anglisht. Shakhsia muzdawwaja, i thënë arabisht. Herë ashtu, herë kështu. Për smundjeve zemrës, njeriu i rritet mendja. Po, i rritet mendja, sa thot unë jam më i miri, i rritet mendja shejtani, jam mush menën, jam mush zemrën, po, tu falë dhe ti e më muslimani më i mirë, ti e besimtari më i mirë, këta tjerë çka i kije, këta s'janë bashkëtamam, këta këtë xhenem, ti midis xhenetit, edhe ai fillon vetën me fry deri ku të kërset. Deri do thot tamam bëhet për xhenem runa zot. El ujub i thënë. El ujbu bin nafs. Po habitet, po i e shohët me vetveten. I ka hi vetë janë begeni edhe të na përdorin këto. Pesmundjeve zemrave, po e përmendin edhe Kurani çka dashuria e madhe për karik, për post. Hubbul jahi wal mansib. Kush lufton, kallet, bon çmos, vetëm bëhet kryetari një partije, kryetari një institucioni, po lideri një partije të fitojnë atë zgjedhje dhe thonë, aja ka smundjen, dhe më thonë çka se si të arri dhe karika, të pozita. Smundje, ka shumë njerëz janë të smund të llojit. Prej smundjeve që ka i përmend Kurani, po tradhtia që është të thot një çështje e fshehtë, një dukuri apo një sifat i keq të muslimanit, të besimtari, po shitet para tjerëve, të gjithë besojnë dhe ndoshta edhe betohen atë sa është i besueshëm dhe i ndërgjegjshëm, mirë po, ku t'i vjen rasti atij, ku t'i vjen shanca, ai me njëherë e shet edhe shtetin, e shet edhe kompanin, e shet edhe institucionin, dhe bën çmos dhe tradhton. Kjo smundje shpirtit. Për smundjeve zemrës, po që i përmend Kurani, është smundja çka? Smundja e mendimeve të këqija, paragjykimeve. Edhe kjo është më e madhe, e përhapur, dhe Kurani përmend, tash do të vim, të mënyra e shërimit, prej smundjeve zemrës është çka njeriu nuk i tutet Allahu xhaleshanu mos duhet, po i tutet diku tjetër, i tutet njeriu, i tutet drejtorit, i tutet kryetarit, i tutet edhe gruas vet. E keni me kishë dashti. Po, para gruas, ora hate, mundohet më kon takva i sinqert kinse, po si dallon apo, me qitë rasti dikun vetë aton, vetëmi dikun, po runa zot. Kjo smundje, ma thamë, jo për Zotin, po të u shpi njerit. Të smundje o vëllezër të ndershëm, po e kanë kapluar, po smundjet tjera që kemi, që jenë smundjet e zemrave, dashuria mallit, po dhe epsheve të njerit, qefeve. Zujjene linnasi, hubbu shahawat, minen nisa, dashuria ndaj grave, mas luksit grave, dhe me thonë, mas realizimit, qefeve, dëshirave. Si këto në Arabi, nuk i del boll një, e merë dytën, si dalin dy boll, e merë tretën,
ndoshta si dalin 3 ballë me të katërtën, si ta merr të katërtën, elçon të parën, elçon dytën dhe ai sillet po si ata gishtat e kavallit, pivi birës parë e katërta, herë kështu, herë ashtu, domethënë, po kemi një lloj njerëz asisoj. Kemi një lloj. Kjo smundje domethënë që njeriu pastaj mundohet ai me mbulu këtë smundjet e tij, kinse jo se vapa, jo me sheriate, jo andej këndeje, e këtë kushtet i shkele, këtë domethënë kondita çka duhet me pas disa kushte, po me kalu te poligamia, janë disa kushte, janë disa, domethënë, kondicione dhe disa çështje që kërkohen për të mbushur çdo kandidat çka don. Nuk ka bashkë ashtu, çysh don ti. Po زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Po dikush edhe para edhe që thashti, po ka qef më krenu me shumë fëmijë, po edhe, domethënë, edhe për parën e krenuat, unë kam shumë fëmijë, kam shumë nipa, shumë sërnipa, po edhe këta në Kur'ani e ka konsideruar si shahawat, si epshe, qefe që nga njerëz me realizua. Gratë, pas fëmijë shumë, wal qanatir al muqantara min al-dhahab wal-fidda, edhe njerëz të rapu të luftu me pas arja argjend mas shumë, po me kilogram. Me luftu do të thot me biznese ndryshme, po çka me qenë pasën dhe me dominu tregun e argjentarëve, po min al-dhahab wal-fidda wal-khayl al-musawwama wal-an'am wal-harth, edhe me kuaj, edhe përpara dhe sot asaj dite, ta dhe smundje, don njeri më kriju dhe më thonë më krenuë, unë kam shumë kual, e kum blej kalin ma të mirë, ma që trajnët, sikur se si është halë në për shtetet, disa shtete arabe, po dhe në botë, çdo kon në Londër, po ta të plasurit, po kur dalin racing, kur dalin garime, po kual qitën me miliona, devet qitën me miliona, po e sot mund Kurani si ka përmend, do thotë devet, që në Arabi ka edhe devet që vrapojnë edhe me devet. Po, i keni qyrën në internet, i keni. Dhe devet ngajnë shumë. Pastaj Kurani si ka përmend edhe makinat, po dhe tash dikush i ka dëshirë, është i kallët këtë mas makinave, dhe kjo smundje zemrës. Po, epshi, qefi për makina, nuk e ka ball një kerë, po e lyp tjetrën, ose i ndron modelet e makinave, smundjeve tjera, prej baktive, do thot, i deleve, i lobëve, po, khayl al-musawwama wal-an'am, lobë, dele, dhi, an'am i tri llojeve në gjuhën arabe, kur përmenden në Kur'an, al-an'am, bagëtit, tu futen tri, po futen delet, po, devet, po, delet, lobt edhe dhit, tri llojet, al-an'am. Kjo është terminologji e ditën të arabe dhe në të shkollën të mufessirët e Kur'anit. Po, wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-harth, e Allah çka po thot fund të ajetit, dhalika mata'u al-hayati ad-dunya. Kjo është pralla edhe domethënë filozofia e kësaj dynjaje. Mata. Ka janë plaçkat e dynjas, kësaj boteje. Te Allah xhaleshanu normal është diçka tjetër. Allah është diçka tjetër. S'është kështu. Edhe ata që marrin vesh arabisht të vllazën, është më rëndësishme të tregu këto, se fjala dunya, e dunya arabisht, e dunya i vjen e kundërta asaj fjale është el-ulja e lartë, e dunya e poshtë. Dunjaja e poshtë, e ul, domethënë, ndërsa el-ulja lartë, ma e vlefshëm, ma e mirë. Dunja e ult, dhe na jednu, po, mirë, e merë kuptimin si mbas kontekstit. Naam. E Allah ka thonë në Kur'an, dhalika mata'u al-hayati ad-dunya, për këta që ka i përmenda ma herët. E surët e Toba thot, fema mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Luksi qefi i kësaj dynjaje, plashkat e kësaj dynjaje, mirat,
krahasim me asaj botës tjetër, çka është, do të thosh, hej pak simbolika është. Do thot tani pasi që na do thot hapin e parë si çdo herë akademikisht dhe në aspektin metodologjik të shkrimit të çdo teme, masterit, doktoraturës, temë diplomimit, njërë fjalën tënde do thot e diagnozon çështjen, pastaj e konfirmon me ajetet Koranit dhe me hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, pasi që e konfirmojmë këtë çështje, argumentojmë mirë, atëherë çka tani kalojmë në analizë dhe kalojmë tani në shërim. Prandaj këto që i përmendëm, shtohet pyetja tani, a janë prezente mesin e shoqërisë çdo kund? A janë prezente këto smujet mesin e shqiptarëve? Dhe a ka nevojë shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, sistemi shtetëror i Kosovës, se këto është qëllimi jon. Na jemi mundu, do me thënë me një vizion apo me një perspektivë akademike për me integrua besimin fetar dhe jemi të mundu me elaborua shkencërisht, po dhe logjikisht rëndësinë e futjes së mësim besimit shkollat tona që nga shkolla e parë, klasa e parë fillore deri në master dhe doktoraturë. Nuk ka shpëtim. Besoni o burra, besoni o vllazë të ndershëm. Nuk ka shpëtim Kosova. As edhe arabët nuk kanë shpëtim. Edhe pse arabët e kanë këtë sistemin e tyre shkollor, sistemet e tyre të edukimit, po se jemi na duke punu me ta, edhe jemi duke ligjeru me ta, dhe kemi ligjeru prej klasave të para, do të fillore, mesme, fakultet, magjistraturë, doktoraturë, këtë e skaj, do thot, edhe e din, mirë po, është shumë simbolikisht është. Edukimi fetar, vetëm në për ato fakultete fetare, teologjike, aty diçka studiohet profesionalisht më gjatë, ndërsa e institucionet tjera, shumë është simbolikisht, shumë është si profesor, dhe mu për këtë, edhe këtu i ka kabluar problemi i këtyre sëmundjeve shpirtërore edhe arab. Besoni, edhe këta kanë problem, madhë bile sikur se na që ka kemi aty. Po të në, tash po të flasim, po të regojmë, po him do thotë në detale, të puna e tyre smundjeve. E përmendëm smundjeve, zilia, hasedi. Allah në Kur'an, surët, kul a'udhu bi rabbil falak, e ka zbrit, edhe ajete tjera shumë që flasin em tahsudun an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Po apo i gjelezoni njerëzit që Allahu xhelashani ju ka dhënë prej të mirave tija. Po ala vjen është konteksti kuranor flet për që futet kur i kanë xhelozu pejgambert Allahu xhelashanu edhe për Muhamedit alayhis salam, pse u bë pejgamber, nuk erdh pejgamber nga këta. Po em tahsudun an-nas apo gjelozoni të njën, njerëzit se Allah i ka dalu ata me pejgamberllëka. A kemi hasedllëk edhe gjelozin mesin to? Kush mundet me thonë që nuk ka? Kush mundet me thonë që nuk ekziston gjelozia nisja prej familjes, prej vllazërve tu? Mos dalim ta shtetet e këjshiu i parë, i dytë, i tretë. Mos flasim mo për gjelozin dhe se si demonstrohet, se si paraqitet gjelozia për kolegët e tu, profesionit tënd. Po pianisin pi hoxhallarëve. Po nëse je hoxh me fakultet dhe ki apliku ti edhe shoku yt për një punë, për një xhami, e tash ti debatohet kryesi apo në këshillin e Bashkisë Islame, po marr parasysh sillin qytet. A ti me marrë këtë xhami, ai me marrë këtë xhami, dytë e keni afër, na vetë kemi pa rastet, shokë tanë, që është në gjuna që shtu, po, jo unë e meritoj këtë xhami me marrë, jo ai se meriton, jo ai nuk e një arabishtën mirë, jo unë e një arabishtën ma mirë, jo ai e ka shtëpinë ma larg, unë e kam shtëpinë ma ngat.
dojnë mu hangër, copa dojnë me bu, kush me marrë xhamia. Yani, s'muj me tregu. Kjo ka ndodhur edhe me mua personalisht, edhe me shokun tim më të ngushtë që kemi mësuar në Siri bashkë 6 vjet, edhe në Medinë 4-10 vite, po unë kam qitë lutje në 4 vitet në 94-ën. Po, kur kemi diplomuar në Medinë Munawara për fakultetit Kuranit, po me një xhami lagjet, po aty u flit ke gjuha turke, aty kisha dajallar në një rajon Prizren, e ndërsa shoku tjetër aplikoj me një vend xhami tjetër, edhe u mundun, tash qef, unë po tregoj që kom përjetu kjo, dhe kom përjetu dhe kom paktu, nuk ka të thëtu me shtu diçka. Po, u mundun, tash me na vo fitne, dhe me na shti përqare dhe armirësi mua dhe me shokun tim, atë xhami që une ku mundrua po, ku mdash me marë, se aty pjesa, aja rajon flasin turqisht ma shumë, po, aja thash, ti shërbej atyre gjuhën turke, dhe po, për davet e bëj punën profesionale ma mirë, atë xhami nuk ma dharë mua, ja dha shoku tim, e mu më dhanë që tërkun. Këtu ishin ata metode se si me na shti neve, me na coptua, dhe thëtë, mirë për na shqyshur Zotë Gjeleshanu, Allah na ka rujt, që asë syni vërs në ka po për këtë çështje, po, e kemi respektu vendimin, po, të bashkësisë islame, mirë po, kjo ka qenë, kemi përjetu këta. Po mos flasim, po diplomojnë nga vende ndryshme, arabe, tani kohët fundit edhe është po dukuri, Kosovë, me master, po vinë, po gjallar, po vinë besa dhe me doktoratur, që është për më gëzue, po, këtë i shohë që ata rrugëve, pa punë. Ose, menzia u bëj një vend me hi dikun do thot imam, në një xhami, edhe nuk aktivizohen për një kohë gatë. Edhe çka është ma jo pranueshme që këton do thotë unë apeloj mënyrë islame do thotë. Se kjo bisedë më thonë po debatohet fetarisht, këndësisht. Në më thonë për i zatë Zotë Gjeleshanu për kuri par interesi, sot asaj dite na kemi edhe imama që janë me magistraturë dhe me doktoraturë në Kosovë, dhe se rrugat atyne do thotë nuk jenë ndryshuar hiç fare. Diplomat do thotë nuk u vijnë parasysh e i këtë moment unë çka kam informata, nëse e gaboj, do më thonë nëse ka ndryshime unë tërhiqem. Po te i këtë moment me sa di imami me doktoratur, po profesorin medrese me doktoratur, me magistratur kemi shumë, a e merr rrugën sikur sa që ka është në fakultet njëjtë. Unë një pyetje për ja bëj ata kolegë tanë, ata në kryesi që ka i kemi, ata vetë kanë qenë arabi, vetë kanë mësu ata, a kanë pa këto dikun arabi dikun, që aj që ka diplom fakultetit, bachelor degree, edhe që i ka magisterit në arabisht dhe doktora, a e në pagu njëjtë këta, në për Azhar, në për Egypt, në Yemen, në Tunis, në Medine, në Kairo, a e në pagu. Vetëm që të pytje pja bojë unë aty. Edhe a paguën me një institucion njëjtë. Kur, hiç nuk ka kështu. Andaj, duhet me jutut Allahu Gjeleshanu me rishiku këtë çështje dhe me marë parasysh se të thëtë nuk është në rregull kjo punë. Kjo duhet më analizua dhe për me luftua xhelozin e këtij tash që ka diplomu rishtas, për me doktoratur, me magistratur, të duhet pak me gëzu shteti Kosovë, në ka një kuadër i ri, në ka do të thotë student i ri, në ka një hoxh i ri, në ka një doktor i shkencave teologjike, apo shkencave ekonomike, apo fizike, mirë se vinte gjithë nga Turqia sa shumë për përcjellim lajmet, atyre do thotë na duhet mi dashuru ata nga për vatan, për vendlidhje, edhe me respektu ata dhe mi aurit një përqindjet normale si mbas vendit dhe statusit ligjor, nëse nuk ka statusit, po na njeri u këta ligjet njeri, a të thot, e qetë këtë ligj, edhe e caktojnë me normal me konsensus, me diskutim dhe rroga ati jeritet. Nuk është normale kjo dhe thot, një njeri cili ka stazh, po, sidomos disa imam, kanë ka 20 vjet, 30 vjet,
po ndoshta rrogën e merr sikur se ky imam tash çka është enës viti i parë apo viti i dytë. Ta janë disa raste të xhelozisë, smundje. E pse kjo smundje më konte na, smundje shpirtërore? Pse unë me kritiku shokun tim, kolegun tim? Ta kemi mundësi me evitu, do thot, me marrë masa preventive dhe secilët më janë mundsu nga një punë. Po sa e madhe është Kosova, Kosova është e vogël krahasim me shtetet e botës. Po sa vend ka aty për punuar, për çdo ditë me në ardh ka një hoxh me fakultet, për çdo ditë me në ardh dikush i diplomuar me magjistraturë dhe doktoraturë, vallahi bre sa fshatra kemi. Mirë ata në teren bre. Po mirë në teren, mi eduku në për fshatra, edhe mi au pagu transportin e tyre bre dhe me marr rroga, që shmire një punëtori mirë fill. Aten bre sa ka nevojë Kosova. Jo kretë me shku dhe hyjëm qendër, krye qendër, Prishtina aty, kishe aty on Qabja, kishe aty on Xheneti. Ja ki kry shkollë po. A ki kry shkollë për Prishtina apo për Kosovë? Apo me shërbi vatanit po. Atëherë, nëse vjen urdhë ty të pranohet kërkesa, ti ke me shërbi fal apo vjen Drenis, apo në Dragash, apo duka gjenë atje, apo Petrkun, po nuk po në të me bë probleme. Kjo punë është, duhet me mbulu kryesia ata nevojat e punës, ku ka nevojë masa dhe xhamati. E ta është e pranu profesorë e fakultet, kjo qjetër që së pranu, i shpall luftë këtina, xhelozi, smundje e shpirtit. Nuk bën bre kështu? Nuk bën bre? E po kalojmë anën tjetër tani. Smundje tjera që tha mendimet e këqija. Allah në Kur'an ka thonë në suratul Hujurat, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët jeni besuar, ijtanibu kathiran min adh-dhann, keni kujdes, largoni nga shumë mendimet e këqija, nga dyshnimet, paragjykimet, largoni. Inna ba'da adh-dhanni ithm, po ti ki drejt pak me menu për ato çfarë plane ka. Pruna Zot do me thonë, po murojt, do me thonë, kurse vje dikon. Mirë po, disa mendimet, që kur analizon lëvizjet e dikujt, mendimet e dikujt, pa e njoft mirë, kjo nuk është gjuna. Inna ba'da adh-dhann, se Kurani po thotë, disa për këtyre mendimeve, jo kullu dhann, apo jami'u dhann, ba'd, diçka për këtyre me paragjykimeve, më është gjuna, mos me në keq. E prandaj, të na sot, sa kemi sot, prej tregtarëve, prej dyqangjive, prej zanatçive, do të që i kemi na me profesion ndryshëm qytet, e në fshat, e dyqanet. Po dalim në për shkolla tani, po dalim edhe tash manal në universitet. Sa rezerva para gjykimi kemi për njëri tjetrin bre. Jemi gjendje për me shit dikon bre për 5 para bre, hej. Pa ju tutë Allahu xhaleshanu, po, ku me di çfarë plane ka, ky bale kush e pagun këto, ky merr edhe rrugë edhe jashtë, po, këto paguajnë ambasadat, këto, po kjo është i shitun. Ta paragjykimet, ta mendimet e këqija su u dhënë, na duhet mi hek përderisa dalim me argumente. Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Keni kujdes, do të thotë kur ndini diçka për dikon njëri tjetrin, kristalizone mirë, dhe kjera e tjetër fatathabbatu, o vërtetoni mirë se mos ta goditni dikon pa faj se pastaj bëheni pishman, pendoheni. Pa u vërtetuar, pa fakte gjalla, nuk bën as pak me menduar keq për dikon. Kjo smundje zemrës, shpirtit, qysh po mendon keq për kolegun, për shokun, për punëtorin, për studentin, pa pas argumente. Pa pas argumente, fakte gjalla dhe më. Esencë, muslimani do të me pas zemrën e pastër, shpirtin e pastër, me trut e pastërta, esenca kështu është. Hadha wal asl, po, husnu dhann, mendimet mira. Mirë po, nëse shohim diçka ata që apo na thënë neve këtë mendimin e mirë, atëherë na ndrojmë edhe pozitën, atëherë e këshyrim këshillën, e këshyrim do situatën, edhe rregullojmë çështjen.
Po na qysh në esencë, po kemi mendime. Këqija për njëri tjetrin. Vllau s'po vjen, pse s'po vjen? Jo më ka inati, delozon, pse djali jam po punon në Gjermani, ka tjetër djali jam thotë pse ka plac, po ka garazhdën, po vllau nuk e bën ziaret, 20 i dan, 20 e din kur e kanë pa, kur kanë pi çaj bashk, po i shejtani me i mes dhe me gjykue, dhe më thonë me mi komandu ata, me të vërtetën kjo krej me gjuna e madhe është, personit e Zotit vllazë. Këshiun, zemra ju ka gushtue, po, një mirë mëngjes, ani mirë ditë, ani selam, me qykzoret e thot, po, hiq, lidhje, shoqërore, ftoft, familjare, ftoft, po, tu ngajt se silli fukarallëkin, ja ka pru shejtani fara syve. Allahu në Kur'an ka thonë, ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Shejtani ju gjithmonë ju frigon, ju premton varfëri. Ti duhet me punu, se mos harxha, mos qarros dikon, mos bën ai dar, diçka, gjithmonë ta shtin frikën fukarallëkin në zemër ta shtin. Po Allahu xhaleshano po thot ajeti, ya'idukum, ju premton juve kundër shejtanit, maghfira, falje, ve fadla. Fadla do të thonë arabisht ziyada, e pric. Shejtani po ju premton fukarallëk pakiz, Allah fadla ju premton juve e pric. Mendimet e këqija. Personet e Zotit, kjo smundje. Po me dalë tash qeveri, qa përshojmë në tash? Ata parlamentarët, ata shokë tanë, ata që po na marrë shtetin e Kosovës, e po dënë Kosovën me qu dikun, po a peshini sa paragjykime kanë me njëri tjetër? A peshini sa gjelozia ekziston me njëri tjetër? Ta smundje shpirtërore. E tradhtia smundja tjetër që folëm më herët. Allahu në Kur'an po thotë ja ju alladhina amanu la takhunu Allah, mos e tradhoni Zotin, po takhunu Rasul, po takhunu amanatikum, la takhunu Allah wa Rasul. Mos e tradhoni Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Po takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, edhe emanetet, populli që u ka besu juve një emanet, një pozit, një shtet, një institucion, një kompani, mos e tradhoni. Tradhia haram. Gjuna është haram. Po, e sot sa prej neve punojnë llogari tjetër kujt. Sa të kanë tradhtuar vendin e shtetin. Historia që kanë flet neve për tradhtar, që kemi pasur me plisa, edhe me kravata, në aspektin politik, në aspektin akademik, në aspektin tregtar, në aspektin profesional, medicinal, do thotë, tradhtia jenë marrë mjekët, me shitjen e organeve të njerëzve, do thotë, klinika, biznes kanë bërë bre. Siç u zhbohet disa vende të botës në Egjipt, në Indi, në Afganistan, e shfrytëzojnë domethënë gjendjen financiare do popullit, po shkojnë edhe çka ja u blen veshkët, organet e tyre do të trupore për $100, €100, ja u shesin pastaj tjerëve me $1000. Po asa kjo tradhtie mbi profesionit asa kjo tradhtie Allah dhe pejgamberit alayhis salam dhe popullit shumë. Kjo smundje zemrës. Se kur s'ka njeriu tut Zotit në zemër, po ai vepron kështu. Pse thot njeriu s'po msheh, policia s'po msheh, kamerat nuk po mshohin, e haron Allahun, e haron me laqet e tia, që në kamerat e Allahut 24 orë me ata, çka të fole, çka të bëne, me laqet ma yelfidhu min qawlin, ka të flet, illa ledejhi raqibun atid, po me laqet gatë ka është. Një herë, si ata sekretarët që kanë në përmbledhje që majnë agendën. Inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Keni me veti hafazllar për melaqeve që ju ruajnë, keni kujdes. Kiram janë fort mirë ata melaqet. Katib janë çatiba, përpara kanë dhënë pleq, janë çatiba. Shkruesa domethënë katib, i thënë në arabisht, po. Ya'lamun ma taf'alun. Çka të bëni ju? Çka të bëni? Mirë, ata shkruajnë. Mirë,
Çka bëni keq, ata shkruajnë keq. Të thot, çka me fol për të smundje shpirtërore vendin tonë? Çka me fol për smundjen e kputjes shpresës nga Allahu xhaleshanuhu? Kjo smundje e shpirtit njeriu me kput shpresën, edhe pse është i ka bërë 30 vite, 40 vite, 50, 60, e kur s'u fal hiç na shta, e tash e ka pa veten, çka ka bën, e ka pa veten, çka ka bën? Mirë po, apet shejtani nuk e lë me bë tobe, nuk e lë mu kthye Allahu xhaleshanuhu me të ty be istikfar, o Zot fal më për çka kom bërë, me dije pa dije falma, ai ka ardhur në një gjendje dhe u bë pesimist, e ka kput shpresën. Allah i po thot në Kur'an, "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." O ju të cilët po keni bërë gjuna shumë, si a keni ditë kufinin hiç, keni bën masakër kërdi, çmos keni bën, la taqnatu min rahmatillah. Mos e kput shpresën te Allahu xhaleshan për mëshirën e Allahut. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu xhaleshanuhu çka parti gjunat. Se unë sinqerisht pendohuni dhe mos e kput shpresën, mos e dëmtosh shpirtin, mos e bën, domethënë të shkruar. Mos e bën pesimist, o gjunaçar, o alkooliqar, o ti cili ki përdor droga, o ti cili ki hez rrugët këqija, ki shkuan ne, tamam, ai ngimo, e ki pa që e kon gabim, e ki pa që e kon rrugë shejtanit, keq. Po të rregull. A do më përmirësu? Po, hajde bismillah. Hajde me bismillah ty me istikfar, merr abdes. Edhe nisë rrugën e xhamisë, e ktheu te Allahu xhaleshanuhu, çka ki borxhe për njerëz, çka ki marr, shkoloj ata borxhet, ose ata s'falen, po gjana tjera çka ki bos, ki nevojë më mi kallëzu dikujt. Nuk ki nevojë dikujt më tragu, as nuk ki nevojë me shku te prifti, as te shehi, as te hoxha, as me shku me pagu çeka në për shalltera, që shbojnë për disa kisha në përbot, keq për dënimin, domethënë kjo korrupsion fetar, po, shko kallëzo, shpreho para priftit, atje në kish, apo para shehit, apo para hoxhës, runa Zot para dikujt nëse ka ashtu nuk di, pastaj ty ai ti fal këtë senet, këto gjunat. Dini në Islam nuk ka kështu. Wa idha sa'alaka ibadi anni, ja Rasulullah, nëse pyesin ty muslimanët rreth, nëse pyesin ty Allahu ku është, a u larg nga, fa inni qarib, unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, po çaj i cili më lutet mua, atij unë i përgjigjem. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ata ndjekin rrugën time, në të përgjigjen thirrjeve të mia, deshin ata udhëzojnë rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Allahu është afër. Po, ki nevojë për intervenim me çast pak. Edhe putja shpresës, rahmetit Zotit ose smundje shpirtërore, nuk bën me kput shpresën. Edhe nëse je mush me gjunahet, normal, gjunahet mo, nuk pranohen ty, kur ti shtrish ti kom ka kibla mo, tu kanë të buket familja mo, gërgër mo, edhe tekja klinika u bo, truni tu kanal, mo këtu nuk ka tobe mo, këtu, amin mo. Këtu, që shje ka, Zotit apo fqarën mo këtu. Po fjala është, po, para se marrë që gjendje. E smundje tjetër çka përmend na, do thot, çka i riu, po është edhe agresiv. Fjalët e tija, sjelljet e tija, pa rahmet, pa mëshirshëm. Si drejtori me punëtor, si profesori me studenta, po si shitsi me mështerit, po si gjykaci me të akuzuarit, si çdo kush ku ka dy raporte mes dikujt, kënë raportet, nuk din rahmet, nuk din mëshirë, nuk din butësi, nuk din lehtësim, i eger, agresiv, gjithmonë kritika, shamje, po dënimet maksimale. Edhe kjo smundje, më thonë zemra ati çka nuk ka forcu siguri ju ka bë. Allahu xhaleshanuhu ka të pejgamberit alayhis salam, se pejgamberi s'ka qenë kështu.
فبما رحمة من الله لنت لهم. Allahu xhela shanu ty të ka bërë butë, ha? Me mëshirë Zotit i bë i butë. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Po ti shekon, ti hegër, i ashpër, agresiv, zemër guri, i keq, krejt që ta mushrik të Mekës, krejt që ta arab, kusherit, Kurejsht, këtë kishim me ikviteje. Po ty Allahu të ka bot but, ke qeni sjellshëm, ke qeni besueshëm. Sallallahu alejke ya Rasulullah. Sa të mire kemi pejgamberin alayhi salam. Jeni salavat, thuni Allahumma salli ala Muhammed. Çfarë mësuesi bre kemi pas bre? Dhe kemi bre. Bre duhet me lezu jetën e tij bre, biografinë e tij ton, me lezu çka klasa e parë shkollore bre. Me lezu virtytet e tij bre, moralin e tij, sjelljet e tij bre. Një autor anglez, dhe gjithë nështë ta keni një Michael Hart, e ka shkruar një libër 100 parë të botës, e ka shti Muhamedit alayhi salatu wasalam numër një njeriu ma me ndikim më të madh, më i mirë, më i suksesshëm, jo musliman. Po çfarë dëmi ka fëmia jem, e fëmia yt, shkollë fillore, nëse aty futet me abetare, do të thotë çka një tregim për sinqeritetin, për dashurinë, për butësinë, për mirësinë, për zemërbutësinë, për ndihmën reciproke. E marrim shembull Muhamedit alayhis salam, do të thotë pejgamber Zotit xheleshanu. Po e marrim shembull Hazreti Isën alayhis salam. Marrim, domethënë, pe pejgamberëve zgjedhim këto raste. Çfarë domi ka këtu vëre? A që ta kanë me bon, ekstremista kanë me bon, që t'ja lënë domethënë që ky debat për mirësi e për butësi, ka mi bon fëmijë tanë terrorista, fëmijë t'juj terrorista. Janë bë fëmijë tanë terrorista, janë bë agresiv, janë bë tegjer me filma kriminale, e me filma Netflixit, me filmat internetit, me filma në për telefona. Ta është e të po dhe fëmijë tanë që shpësillën me neve, e vajzat tona, e djemë tanë, e studentët tanë, telefonat, iPhone-at, gjep, jënë bon, shtetë kryen veti, më nuk donë me një për ty e hiq bre. Oj Kosovë, oj qeveri, duhet me shpëtuna vetën, o millet, o popull, o gjemat, që ata klasën e parë që ka i kemi, ata mi edukuën në mënyrë sistematike, e mi udhon besim të Zotit, mi udhon moral të mirë, klasën e parë, klasën e dytë, që ata që e gjenerat, ku do të vjenë, ata pak me di çka është halal dhe haram, çka është mirë, çka është keq, çka është bardhë, çka është zi, me rujt moralin e tyre, me rujt qika jeme, qika jote, moralin e tyre me rujt bre. E jo me bo kërdina në përshkolla, mesme në përshkolla fillare moralin, zero me artë, e mutut, me lëshun, ti, qika tonë me shkun, vetë shkollë duhet prindi me qunë, me dorë, prit e dera, e me prit, kur del pi derës, a përshini çfarë gjendje keme artë, që s'ka siguri morale, s'ka siguri fizike, s'ka kur gjën hiq bere populli. A përshini këtë smundje që ka i kemi na do thët, a përshini ku kemi artë. Po që ky problem është dhe që tu në Arabi, 100 kera i shojsh mëngjes bre para shkollave, këtu bre sun kalon bre. Sun kalon bre duhet të muqume njerë mas namazit sa bajt me qëtë mije shkollë 5 për tërë, se bërë në qove në ora 7, 6 e gjys, paq mete. Po, ku është autobusi loka? Shqyqër zotit tu, ka ecë katare për para shumë, njën autobusat special që i marën dhe i qojnë, do të shumë ka ecë, mirë me gjithë atë, akoma është problem komunikacioni dhe do thot mi qu thmit për shkolla, apo të na. Ta e smundje shpirtrore dhe kur smunë njeri shpirtnisht, e ka tradhtien, e ka gjelozien, e ka mendimet e këqia, e ka gjunahat, nuk këtu do t'pi Allahu Gjeleshanu, aj kër është dhet, ban kërdhiban. Neve, qka përna duhet një student, që shtu publikisht, është të respektushëm, për kur vetëmohet, ban qmës. Qka përna duhet një punëtor para shefit, aj do këtë punëtor i zelqëm, punëtor i vyshëm, nuk vënohet, mirë për këtë largohet shefit, aj të ban masakër vjell për kompanis, vjell për firmës, ban qmës. Qka përna duhet neve një kontabilist, një auditor, kur është e para shefit, e para managerit kryesor, do që rregull, për kur vetëmohet në zyre, manipulon me qeka, manipulon me të ardhurat, hyrje dhe dalje.
Çka po na duhet neve na si njerëz bre? Çka po na duhet smut, shpirt, shpirt, smut. Po. Çka po na duhet një mjek neve që kështu kur ai do thot e kryen profesionin e tij jo si njeri, po marr parasysh çfarë feje ka. Ti duhet me kryen profesionin e ke betimin. A musliman apo musliman duhet me jetu te iskaj. Mashkulla femën, a lëna po kemi asnjë mjek të na bre. Po, nëse pacienti është grua apo është vajzë e re apo grua martune, a la do thot po abuzohen, më falni seksualisht me fjalë pinguci mjek. Apo lexoni lajmet, apo dini çka po bëhet bre. S'ka me kur me besu bre. Ka qit mantillën e bardhë për mi. Po vesh, ti shërbej popullit. A që shtu shërbejnë për vatanina e për spitalina? Po normal se është edukuar me këtë smundje, sistemi komunist, sistemi laik, sistemi sekular, s'ka fej. Ose këta, përna, neve, këtë, do dërë me nashun arabi, këta jenë arab, këta nashun neve në gjenem, këta neve në kallë. Jo, mërë, keni kallë vetën, jo keni kallë, jeni kallë vetë, jeni kallë me këto sisteme, me këtë gjendje që nëse nuk bëjmë diçka, une kam prediktime, apo të ma mirë të ardhën, shumë kështë të jetë ditë allë. Po a përsheni që të është diçka u po dhe Shqiprime, të është i kohë puntit tje, pardjem gledhja për mini Schengenin. Po, si komentohet ka? Dini sa koment ardhë në internet, në media, apo më nërësha edhe. Po bëjmë arveshje, po bëjmë, me gjakatarit, me mbytjet, me kriminalet, që në kanë mbytë familjet tona, të aforit tanë, popullin e Kosovës. Qysh komentohet kjo? Si e shërojmë këto? Kjo nuk shërohet me policia, me frikë, vetëm me edukimin fetar, pastër, mirë, objektiv, me sisteme fetare që jenë përgatit me komisione, me akademik të lartë, fetar, teolog islam, që kuptojnë mirë se si edukohen gjeneratët, se si edukohen studentët, çdo nivel shkollor. Klasat e para, po filloria, pastaj mesmja, pastaj fakulteti, pastaj studimet e larta e kështu me radhë. Psikologjia dhe parapsikologjia që mësojnë të gjithë studentët, po gjuhën arabe është ilmun nefsin numu, domethënë çdo mosh që arritet e ka psikologjinë e vetë fëmijët dhe studentët. Për çdo mosh duhet me caktuar plan programa dhe kurrikula speciale për ata. Kështu pra shpëtojnë për popullin e shtetin. Ky është mesazhi kuranor i fesë, qysh me shpëtu zemrën tonë që na ka gabruar mush, do thot me smundje, shpirtat tonë në mush. Unë apeloj, po mundohem me mbjell këtë farë të apelit të reformave, i zot e din, kur vdesi, nashta dikush në kërën rahmet, nashta dikush i analizon këta fjallë dhe qohët dhe kërkon dhe debaton aty në çështjeve, sa është mëse e nevojshme, është imperativ, të futët të besimi, bili ta shpëtojmë rinjeve re, që kjo gjenata jonë që ka kaluar, tash, mos do shqetë me ndryshuar, të tani të bëjmë diçka pre. Ta marrin edukat pastër familjare, një edukat pastër shtetërore, e nacionale, kombëtare, e fetare, që mos fregohemi më pi askujtre, as pi hoxhës, as pi mjekut, as pi tregtarit, as pi biznesmenit, as pi politikanit, mos fregohemi. Se kretjen smut me këta smundje shpirtërore, bre. Luft bre mas pozitës, tham pozita është smundje shpirtërore, luft mas karikës, bre. Ku konkursi, se pranon këtë, pranon dikon tjetër. Ku lutja jeme, ku shkolla jeme, ku praktika jeme, ku jenë të arriturat e mia, nuk ka aty, po, në gjëfësia, me familje, nepotizmi familjar, rëshpeti, të jenë smundje. Për qëtë arsye, po mbaroj temën, se nuk do me zgjatë më shumë për. Po besoj që isha i qartë, po, qka? Allahu, kër e ka po popullin kështu, popullit e hershëm, edhe popullin e Mekas, atëherë i ka përmend 3 terma në Kur'an. I ka përmend, khatama Allahu ala qulubihim.
i ka vulos zemrat e tyre mo. Si letrën ka vulos, si shbo kim shel mo, aty nuk deporton kur gjë. Pastaj ka përmend Kurani një term tjetër. Efela yatadabbaruna al-Quran. Çka kanë ata që nuk po logjikojnë dhe nuk po meditojnë Kur'anin? Çka kanë? A janë të çmendur? Jo, nuk janë të çmendur. A nuk kuptojnë? Jo, kuptojnë. Gjuhën e tyre, gjuhën arabe. Edhe unë po flas shqip. As po kuptoni ja? Jo kuptoni. Krejtjeni ka kuptoni. Po? Efela yatadabbaruna al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Apo vallë zemra tyre mos ka dryg. Din qilit, dryg. Mo nuk qilet. Kjo fjala mufessirët e Koranit, komentatorët e Koranit dhe komentojnë, këtu do me thonë del. Do me thonë, as po logjikojnë pak për Koranin ata, për këto sistemet koranore, fetare me shkutu maskull dhe popullit. E kuptojnë bëll mirë po pëdhët, zemra tyre jenë të mbyllura me dryg, krk, edhe mo nuk depërton. E grupi 3 që ka përmend Koranit, çka janë pëdhët edhe pse tash jenë po për xhenem ata, s'ka shpëtim për ta. Kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kella innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Rona Zot, ditën e Kiametit, ata kanë me mujt me pas Zotin, kanë me pas hijab, kanë me pas, kanë me thonë penges, ka për ta me pas Zotin, musliman kanë me pa Allahun xheleshanu. Po, pse ja Allah rane është vendos me zemrat e tyre një lloj katrani, sikur se rruga kur shtrohet asfalt, katran. Kurani ka përmend katiran adin, katrani zi, një shtresë, atëherë mo zemra mo është falim. Mo vetë, qëllimisht ata, se kanë qelë zemrën e tyre, po çka, për me pa dritën e Zotit, dritën e pejgamberit alayhis salam, realitetin, edhe për këtë arsye, tash diçka, zemrat e tyre Allah i ka bulos, drynat krek, në gjit, edhe mo jenë fshtjellë me katran, si sandviqi kur fshtjellet me letra, krek, edhe paq mo, s'ka mo, ditë Kiametit me pa Allah. Rona Zot. Tas mundi që i përmendëm këta do thot, çka e në shkaqet e këtyre, po, numër 1, gjehli, mosditunia. Se vallahi bilaj, me ditë masa jonë, me ditë fëmijët tanë, me ditë fëmijët e juj, nipat tona, nipat juj, Allahin e pejgamberin, halalin e haramin, vallahi bilaj ruhen për gjunave. Ruhen për gjunave. Po, e përfundoj me një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ky hadith shumë më ka friguar. Dhe dietarët e mëdhej. Këtë hadith e kanë bërë rivajet 4 kitabet, 4 librat e Ashabus Sunan, Imam Tirmidhiu, Abu Daudi, Nesaiu dhe Ibn Majah. Muhadithi jonë i ndershëm rahmeti pa shpirti Sheikh Albani e ka sahaha e ka vërtetuar këtë hadith. Po inna unasan min ummati, ka njerëz për ummetin tëm, tash kjo apel për krejt, i madh i vogël, qeveritarë, hoç, e bifti, e profesorë, doktorë, hafuz, krejt, keni kujdes, ndëgjoni mirë, po inna unasan min ummati, ka me pas njerëz për ummetin tëm, pejgamberi alayhis salam po thotë, ditën e Kiametit kanë me ardhur me shumë namaz, me shumë Ramazan, agjenim, me shumë umre, e haxhillëk, ibadet, po kanë me pas sevape për si malit e Uhudit, Medinë janë 2 mal, e mali i Uhudit është vajgju i madh në bjeshka Uhudit, po e Allahu xheleshanu kam i bë ata punë me namaz, runa Zotë, me agjerime, me nafile, me krejt që i ka bë runa Zotë, pejgamberi po thotë, yaj'aluha haba'an manthura. Kam i bon si hi, krejt kam ja hu. Sahabet janë frigu, ja Rasulullah, qysh kështu bre? Çka u bon kjo ja Rasulullah? Ka thonë, ata po thotë, para popullit, para masës, kur jenë me një ftyrë, po tregohen takva e besimtarët e sinqert, mirë për kur jenë vetë, po thotë, kur jenë vetë, i shkelin ligjet e Zotit xheleshanu, kur vetmohen bëjnë masakër. Me bjellë, me rrejt.
e haram, qërë filmat këqia, bon senet këqia, se s'pëna shë kërkush, larg jemi, kur vetëmohën pejgamberi të rëmë ata, innahum idha ikhtalu, po, bi hududi la, bi hurumati la, intahakuha. Në haramet e Zotit ata kur vjen shansa vet, ata kejt i shkelin të haramet. Allah i na rujt o vllazën, Allah i na rujt edhe neve dhe juve. Allah i na udhëzoft neve dhe juve rrugën e Kuranit. Bëhet nga kriza e shërimit. Inshallah ky popull, këto tri e këto vajza, këto treja, këto intelektual i marrin me seriozitet këto fjalë se janë fjalë të Kuranit me studim, që tonë javën po përgatitemi për këto tema. Prandaj këto zgjidhja, këto shërim, këto dalë nga kriza, integrimi fetar shkollat tona, prej shkollave të para dhe duhet ku që masa, masovikisht, publikisht me kërku rëndësinë e edukimit fetar, se për ndryshe marrun krejt me droga, e me të këqija, e me krime, e me bjedhje, me korupcion, marrun krejt. E kjo është vizioni kuranor, se si shëron dhe metoda kuranore kur edukohet që nga fillimi me besim të Allahu xhaleshanu, te pejgamberi alayhis salam, me direktiva kuranore dhe rritet masa të dalë del mjeku i mirë, del inxhinieri i mirë, del studenti i mirë, del punëtori i mirë, del kontabilisti i mirë, del qeveritari i mirë, del lideri i mirë, del edhe kryetari dhe kryeministri i mirë. Ju falenderoj për mirë të gjim. Allah në ndihmoft, Allah inshallah pagun ju në xhenet dhe neve. Alhamdulillah rabbil alamin. Na falni se ndoshta kemi zgjatë. Ju falenderojmë shumë patjetër për këtë pjesë të parë të programit edhe për këtë ligjërat të sotme. Ndërkohë ne do të nisim të lexojmë disa nga pyetjet e dëgjuesve tanë, të cilat kanë të bëjnë me temën që sonte po trajtojmë. Dhe pyetja e parë nis kështu, thotë selamu aleikum juve në studio, aleikum selam dhe ligjëruesit që e keni në studio. Thotë dëgjojmë shpeshherë nga disa prej muslimanëve një shprehje, ndoshta edhe prej jo muslimanëve, nuk e di, thotë, por është një shprehje që përdoret në masë shumë të madhe, thotë, e rëndësishme ta kem shpirtin e mirë, zemrën e mirë, se sa për me u falë dhe me i plotësu rritet fetare nuk ka shumë rëndësi. Si mund ta gjykoni këtë? Allah kjo fjalë për qysh më të kom dëgju këtë fjalë. Është edhe ma kujtoj, do në ka në përmi 30 vite, mirë po, nëse e ki shpirtin e mirë, nëse e ki zemrën e mirë, ata të arab të flasin edhe kalbi evjad, dhe thënë zemrën e bardhe kanë, po, atër kjo ka nevoj për mu argumentu me diqka. Ka nevoj për mu argumentu me diqka. Unë nuk besoj që shpirti yt është më i mirë se shpirti i pejgamberit alayhis salam. Nuk besoj që shpirti yt, m'falni, është më i pastër dhe më i sinqert se shpirti i Hazrat Abu Bekrit, Hazrat Umerit dhe sahabeve, pa vetë pejgamberi alayhis salam. Pse nuk besoj? Ai mo wa innaka la ala khuluqin azim. Kurani ka thënë ti je në shkallë më të lartë moralit. O Muhammed. Dashta të zapojmë edhe në ligjërat në për këtë çështje, a për dini që në Kur'an, kur në asnjë ajet kuranor, Allah nuk e ka thirrë pejgamberin alayhis salam me emën ja Muhammed, për nder dhe respekt, e ka thirrë ja Adem, ja Ibrahim, ja Musa, ja Isa, krejt pejgamberit ka thirrë me emra, dhe pejgamberi alayhis salam i ka thirrë ja ayyuhan nabi, o ti pejgamber, ja jo rasul, o ti dërguar, ama Muhammed jo. Kontekst e ka përmend tjetër aty, duke i repliku, dhe thot mushrikëve e arabëve, që pejgamberi Muhammed alayhis salam është i dërguar ti Allah. Nëse vdes, ka vdesin njeri, nuk bën ju më kthy kufër përsëri. Po kur s'ka thirr? Pasi Hazreti Muhammed alayhis salam, zemrën më të mirë, krijesa më e mirë, pejgamberi më i mirë, dashurion alayhis salatu wassalam, po inshallah s'na ndan pi shefatit të tij ditën e Kiametit, po ai u qu fal natën derisa kom të denat, ta marrë ju kanë fri, ju kanë ajt, ju kanë dhimbë kom, pi dhimbjes të najtë në file të falë gjatë. Hazreti Aisha gruaja vetë i ka dalë, ja Rasulullah bre, falë bre mo bre so marove bre. Po ti ka falë dy Zoti xheleshanu krejt be gjunahet bre, qa ki bo ma herët
edhe që i ki bo ma vonë, bre. Ti i falen, bre, i falen i. Allah ti kofshin fale edhe na, po, i ka tha, ja, Aisha, po, Aisha, bre. A është keq më kënu në falenderus dhe Allahu Gjeleshon. E fele e kunu abden shekura. A o keqa? Normal që nuk është keq. Prandaj e them ati që të zemrën e mirë e kam. Unë e s'pënaj keq, unë e s'bëj që kështu, ajde, e ren me dalë. Mi ushtarë që ka thotë, unë jem snajperist, unë di me gjuhë që i jetën mirë, ajtë jetë të thotë, unë jem kalorë si mirë, ajtë jetë të thotë, unë marrë vesh në internet e komunikime teknologji, ajde në laborator, ajde në teren, ajde ka pe kalin, ka pe shigjetin, ka pe snajperin, po, vërtetohë me punë dhe jo me fjallë. Që kjo është përgjigja ime për ata, nuk mi aftojmë dhe nuk besojmë që i ki zemrën e mirë, shqyqur zotin që i ki zemrën e mirë, po kjo zemrën e mirë, të i ke baba jam rameti pa shpirë, o birë bre të i ke edhe gjanja, atë i falni tash, edhe kafshti kanë zemrën e mirë, kinqë, që sa i bukur është, qërë kinqë, po kinqaj, hajvan. Qësa zemrën e mirë e ka? Qësa e ka postajen e mirë, leshin e mirë, sen, kinqë? Mirë për njerë jo, ri. Zemrën e mirë, po, hajde, zemrën e mirë, qënë veprat mirë. Falenderit. Po. Një pyetje tjetër që vjen në këto momente në studio, dhe të mirëmbrëma, përshëndetje për juve dhe për ligjeruesin që keni sonte në studio. Falemderojmë shumë për këshillat të cilat po i jep dhe me të vërtet janë shumë të vlefshme e duhet gjithë secili nga ne t'i fusim në vesh dhe t'i zbatojmë në jetën tonë. Përdesha të bëj një pyetje lidhur me atë që mund konsiderohet, që ju e konsiderohet se ka bërë namaz dhe vepra shumë dhe vepra të mira, por nuk ju janë pranuar. Për çfarë arsye mund të ndodhë kjo? A është për shkak të veprimeve të tija në jetë të përditshme, apo si ne spjegoni më gjërësisht këtë? Po, hadith pejgamberi na thamë njerë, nuk përmendim kur gjon hadith diçka që s'janë autentik. Pa publikisht, pensje, kur është individualisht vetë, nish. Po, gjami 5 vakli, trena pas gjamiës bën masakra, apo do në me rajt, apo do në me mashtruë, apo do në gjuna me ban, apo do në në të zezat i përkura vetë, se një kërkush. Tjetër njerë janë. I thënë ligjit e Allah Gjeleshanu, hyrmetet e Allah, vlerën që e ka, dhe më thonë ligjit e Zotit të tilke hududullah, janë këta në kufit e Zotit, vijat, e la ta ateduha, o me jetë abde hudud Allah, a i cili te i kalon këta kufit, o i te i kalon, myt, bon, kërdi, gjuna që i përmendë, dhe qka si kena përmend, po, fa ulaj, kumu dhalimunat e në zullum qarë, po, prandaj, hadithi fort mirë për të tregon, që do të thotë, ti sa të dush falu, sa të dush konë qabe, për të gjanët, nëse ti shpirtin se ki regullu me Allah në Gjeleshanu, sinceritetin, se ki pjek mirë, po, që këto është kajmaku, këto është aj esenca, kur zemra është mirë, shpirti është mirë, po, nga ky shpirt, po, reflekton pastaj hajri për para. Ti që ka falesh, publikisht, që ka mash, i mirë, tërsa mranda këto do të kur je vetë, je tjetër njeri, bën gjuna, bën harame, po, bën qmës, ti do të ki njeri ki problem shumë. Ti duhet më fut klinikat e Kuranit, se Kurani ka për çdo smundi klinikat e veta, për munafikat ka klinikën e munafikave, për tradhtar ka klinikën e tradhtarëve, si shërohet smundja tradhtis, për mendje mëdhajt është klinika, po departamenti mendje mëdhajt nëse si shërohen ata, klinika dyftërsisë e munafiklëkut, është mënyrë speciale që shërohet. Prandaj ai njeri i cili është i sëmur publikisht, o tjetër, nësa vetë kur është tjetër, ai ka problem do thot me zemrën dhe duhet më fut klinikën çka e munafikëve, klinikën e hipokrizisë aty më shëru. Po duhet aty një kod gat, ai tash më shëru qysh, tu ka detale, tu ka të këshilla, fjalë tu ka. Kur sonte koha më shpjeguar. Prandaj normal, na apet e kemi atë bindjen, se Kurani po thot ai çka bën një vepër të mirë, sa zerrja,
sa grinë, sa atomët, ka me pa, dhe shka ban keq, ka me pa. Mirë po, për këta po thot, pejgamberi alayhis salam, ti keni mohabit, dy një, ta shfarë muslimani kjo, ku ti shohësh atje ditë kiametit runa zot. Ha? Po, zero, runa zot, runa zot. Ka mund me naro krejt dhe neve, bre. Mund me mrok edhe mu, mas pari runa zot, bre. Apo me një vesh ajo, nëse onë se kom regullu vetëm në zemrën teme, një jetin temër për Allah. Pse kanë thot djetarë të ulemoje mas pari, innamal a'malu bin niyat. Por mos ta kisha pas njetin e Allahut. Mos ta kisha pas sinqeritetin, dashurinë për këtë fe, e për Kur'an, e për popullin e Kosovës, e për musliman. Pa pëtini bronë që asnjëherë s'jam taku me moderatorin. Asnjëherë s'jam taku edhe me vllahun kolegun që është Landër Mulla Shpetimin. Po neve na ka bashkuar ideja një jetë i mirë për me shërbi popullin nëpërmjet këtij kanali. Po, e koron një jetë i mirë, realizohen qëllimet. Koron zemra prish, një jetë i keq, nuk realizohet, si një jetë jonë, si ajo fasasi bukës, bre, që shëtën shik fasasi për në moderator. Kvasasi, thënë, zakonisht me e kuptueshme të populli, po. Pa e nësoj prish, del buka prish. Një jetë, innamal a'malu bin niyat. Wa ma umiru illa liya'budullah, mukhlisina lahu ad-din. Këtë popujt janë urdhëruar që Allah t'i besojnë me sinqeritet. Hey, mukhlisina lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Tut feja jote vish për Allah, niyeti për Allah. Fa'budillah mukhlisan lahu ad-din. Besoj Allahut me sinqeritet, me niyetë mirë. Andaj pronë Zot, niyeti i mirë, po ndikon në veprat mira. Edhe niyeti i mirë, forca mbrëmshme, e mon njëri nga ky qëndrim, do me thonë, qëndrim i kundër, që qëndrim, do thonë, që ka tha ma herë double standard me dy standarde jo. Prandaj, do të në pas kujdes, edhe xhamia ata që ka shkojnë, edhe ata agjiler, edhe ata gjallar, edhe hafëzler, edhe çdo musliman, edhe çdo punëtor, që shpe bën ata punë. Edhe, mos përkoj me, do me thonë, i smut, hipokrit, herë një herë me një ftyrë, herë me një ftyrë. Edhe fjala munafik, o vllazën, a di çka do të thotë munafik për arabisht, në aspektin terminologjik apo gjuhësor, leksikisht. Është rrjet për fjalës nafaqa, yunafiqu, po nafaqi të tunelit të arabisht, hiç piktuit dhe dal piktuit. Munafik thotë ai që ka në piktuit, po në këtë tunel dal nga dalja tjetër. E ky munafik tash po dalën te feja. Porin me një ftyrë namazit, rrëk pastaj po hin, ka kjo dera namazit, shtu rrëk edhe po dalën e ka e dera ku s'fali namaz. Po me parti që ka falet tu, pastaj po hin, po galën të e parti e tjetër që s'falet. Po do këtë mirë, pastaj po bëhet më datë kësi. Që munafik? Si ai që ka hin këtë tunel, me dalë dikon tjetër. E runa Zot. Faleminderit, të besoj që ishte i qartë përgjigje. Po. Allah i rotë. Amin. Edhe një pyetje tjetër që ka arritur në studio. Në mbrëma thot përshëndetje juve dhe përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe ligjeruesin që keni sonte në program. Deshta të bëj një pyetje sa i përket këshillat e hoxhës për të gjitha ata që na drejtojnë dhe na udhëheqin në shtetet tona shqiptare, kryesisht në Kosovë. A mund konsiderohet që nuk janë në rrugë të drejtë duke na udhëhequr, dhe nëse po, a mund të ketë ndikim Bashkësia Islame ose hoxhallarët të ndryshëm që ata ta marrin një drejtim sa më të mirë në udhëheqje të vendit dhe popullit tonë? Po, mundësit jenë për rregullim. Mundësit jenë për modifikim. Janë. Në përmjet dialogut. Pa tjetër këtë iniciativë e shoh të arsyeshme duhet me marrë dorë Bashkia Islame, po me, domethënë, iniciativë dhe në imamave të përgjabia, mënyrë zyrtare, zyrtarisht, mënyrë kulturore, mënyrë të, domethënë, me edukat islam ashtu që na mëson Kurani, po edhe më unë trojez me qeveritar. Pa tjetër,
se 97% masa e Kosovës është musliman. Prandaj çka po kërkojmë na, çka po flasim na, çka po apelojmë, kjo shumë normale. Mu ul, edhe me rregullu, me shkruajt libra shkollore, tekste shkollore, kurrikula, domethënë me bë integrim bashkim. Ta akademik çka janë domethënë, për shkencat humane, njerëzore, me këta fetare së bashku. Edhe se si me koordinu punë mes tyre, dhe të gjithëve na me pas një gale të gjithë se si me shërbi Kosovës. Duhet mu ullë, e kemi zanin, e kemi fuqin, e kemi votën, e kemi forcën, e kemi masën, e kemi. Nuk kemi të folë na si minoritet në Kosovë, na për me ndryshu situatën tonë. Jemi si majoritet na, dhe të shumicë, shumë normale është kjo. Po, mungon iniciativa, edhe dorëzohemi për një herë. Jo Evropa s'pëna dënë, jo Perëndimi s'pëna dënë. Pa jeni të pasë shka për në bën Perëndimi. Pa jeni të pasë shka për bën Bashkimi Evropian për punën e vizave. Pa jeni të pasë ajo që kur do të liberalizohen vizat? Na duhet me dek në gjenerata jonë edhe mos me gëzu, si Republika tjera e Jugosllavisë me qarkullu në për lirëshëm në për Evropë. Te kur në dhe të ta gëzojmë të? Pse na me shuj? Çfarë frikë ekziston nga ata? Ata alas të kanë shti. E që ka me bo kesh nëse na iniciativë dhe lypim integrimi fetar, si Gjermani, dhe thotë si shumë vende tjera të Evropës, me integru si besimin fetar, edukatën fetare të shëndosh për gjithë nivelet. Se marroj shoqëria marrun, na po flasim për një shoqëri të shëndosh, të mirë fill, që ka i ndihmon vendit, i ndihmon shtetit e Kosovës. Nëse të dëmë që shtu me elon atër, ajo është dikush tjetër, dhe me thonë është plani dikuj tjetër, apo llogari dikuj tjetër, atër nuk kemi punë me ta, dhe me thonë, nështë të dikuj dikun me në kjo situatë, që ka jemi na lam jemi. E pse në mësë me marrë një iniciativë, jem unë për një iniciativë, jem për dialog të mirë fill, jem, dhe me thonë, më insistua dhe mos belshu pe, se ka mundësi më modifiku kjo gjendje dhe më rregullu. Se edhe ata e njërë, se edhe ata qeveritarë tani kemi, kanë fëmijë, edhe ata kanë nipa stër nipa, e nuk besoj, që edhe ata pranojnë për fëmijët e tyre, më prish moralisht, e vajzat e tyre më prish moralisht, e nipat e tyre, stër nipat e tyre. Ja, duhet me lëviz. Mjetet e informimit tani janë, rinia, mund, me edukat mirë, me kërkes, me sugjerime, me shkull një herë, dy herë, edhe ata, dhe mund që mos leve. Allahu gjeleshona, ndihmoft vllaz. Amin. Një pyetje e radhës që rrjedhimisht është edhe e fundit për këtë program vjen nga Ahmed Gjergjiza. Thotë u kisha me vonesë në program, thotë ndoshta jo e keni shpjeguar, thotë por nëse nuk e keni shpjeguar, nëse ka mundësi ta shpjegoni, thotë për ata që thotë Allahu se i kanë vulosur zemrat, apo vetës ja kanë vulosur zemrat. Thotë nëse e keni shpjeguar, mos humbim kohë, nëse nuk e keni shpjeguar, na jepni shpjegim. Qëre, ata faktikisht, kur analizojmë këtë proces të gatë, kur përmendën vulosjen e zemra, përmendën fund ligjëratës. Gjatë tërë ligjëratës, është puna e udhëzimit, puna e iniciativës, puna e i besimit, është në dorë njeri. Puna e daljes nga kriza, është në dorë tënde. Je i pa punë, ti duhesh me luftu, me gjetë punë. Ti tani ke mbaru shkollën e mesme, është obligimi hyjtit ku më apliku për fakultet dhe me zgjedhë universitetet dhe drejtimit. Është obligimi hyjtit. Edhe hidajeti, edhe udhëzimi, është obligimi hyjtit. Me lyp, me lexuar, me pyet xhallar, me pyet dietar. Me hulumtuar. Por kur ti nuk intereson, nuk interesohesh, nuk tregon interesim, tregon neglizhencë të madhe, je hutu me gjëra tjera, është hap konkursi për pranimin e studentave në universitet, prej që saj kohë në këtë kohë, apo studentët sidomos po flas ma qartë, është koha, i thënë add and drop, është koha regjistrimi dhe fshirja landave në universitet brenda jave.
e regjistron në lëndë, mirë po s'to pëlqen ki drejt, domethënë me shry, me marrë një lëndë tjetër, është java caktuar. Po ti brenda kësaj jave nuk i lëviz, pastaj ka kaloj afati. E thashti, po, a është logjikshme mi alon fajin profesorit apo universitetit që i kalon ata studentët ja u ka mundësinë e semestrit, i kalon terr, i kalon do thot ja u ka hop shanset. Jo, ti e ke hop shansën vetes. Edhe këtu te vulosi Allahut, ata pasi që kanë treguar neglizhencë, jo interesim, nuk kanë qenë domethënë të mirë kuptueshëm, se kanë mirë prit misionin e Muhamedit alayhis salam. As besimin e tij 23 vite, atëherë fund Allahu xhaleshanuhu po i ka lënë dalalet. Edhe u ka vëlo zemrat e tyre, tonë jetës kanë marrë vesh, tonë jetën s'kanë asnjë, atëherë fund edhe Allahu xhaleshanuhu do thotë i ka lënë ata më. Kështu kuptohet kjo ajet. Se Allahu nuk i lihet, Allahu s'bën zullum. Allahu nuk bën zullum. Mos keq kuptojmë, Allahu po ta udhëzon dikon aq ka lyp hidayetin, udhëzimin. I qel udhë të punës, e të riskut, e studimit, një djalëri do më martu mi a gjeti nuse të mirë, një vajzë të mirë, sinqert e të moralshme, çka është rrugë, nëse ti lypesh ashtu, ti me gjetë me izin Zotit. Po nëse lypesh edhe tjetrën, atë ti me shku, ka me çu do. E kush e lyp udhëzimin, Allah e çet nuk mund drejt, rrugë drejt. Po kush e lyp rrugën e keqe, edhe ty që në lloj postnal, opsioni në duar tuaja, e ti e zgjedhish, edhe të besimi. Po, Allah të kalot lirë, ti e zgjedh hidayetin udhëzimin, ti e zgjedh edhe dalaletin humbjen. Edhe që ka zgjedh humbjen, atëherë dhe ty vuloset zemra, e këtë kontekst, shtu dhe të kuptohet, Allahu ka vulos, po faktikisht ai ka qenë shkaktar me vulos zemrën e vetë. Ai ka qenë shkaktar me pas katran zemrën e tij. Ai ka qenë shkaktar me pas dry, qilsa zemrën e tij. Falenderoj edhe ata që kanë pyet, edhe interesimin e tyre. Besoj që isha i qartë. Shpresoj që po. Ndoshta do duhet ti përmendim disa prej emrave të dëgjuesve të cilët të kanë përshëndetur, një prej tyre është Valmira, mandej është Shefkiu, është Dona, është Shpëtimi, është edhe Ahmet, edhe zotri Ahmeti pra me pyetjen e fundit që ishte shumë prej dëgjuesve do thotë kanë vetëm ju kanë përshëndetur dhe normal ju kanë falendëruar për ligjëratën. Allah i rujt, inshallah dëshirojnë të mirën atyre, inshallah Zoti xhaleshanu ki hup ata dhe juve moderator Allahu shpëlbeft. Amin. Inshallah shihemi javën e ardhshme me izin Allahu xhaleshanu me temën e re me izin Zotit. Inshallah. Amin. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për ligjëratën edhe faleminderit për përgjigjen në pyetjet e dëgjuesve. Me të vërtetë si gjithmonë shumë kënaqësi të jemi bashkë. Faleminderit, selamun alejkum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Të nderuar miq, të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë në valët e radios Dituria Islame në këtë emision të sonte me të nderuarin profesor Dr. Hafiz Hayreddin Hoxha, me të cilin ishim në këtë emision të drejtë për drejtë dhe të gjithë juve që na ndoqët ju përshëndesim duke ju edhe shëruani mbrëmje të mirë dhe duke ju ftuar të gjithë juve që po dëgjoni këtë emision dhe gjithë ju që do ta dëgjoni në ritransmetim që t'i bëni shpërndarje sa më shumë, qoftë në YouTube, qoftë në Facebook, kudo që ta dëgjoni këtë emision sepse është i dobishëm dhe të gjitha emisionet që realizojmë janë të dobishme për të gjithë ne dhe ju që jeni pjesë e radios Dituria Islame. Falenderoj shumë në emër të stafit të radios Dituria Islame. Në moderim isha unë Avni Lugici gjatë këtyre minutave në transmetim të drejtë për drejtë nga studia në Prishtinë. Këtu japim fund këtij transmetimi duke ju ftuar edhe në emisionet e ardhshme. Emisioni ynë i ardhshëm është nesër mbrëmë nga ora 21 deri në ora 22 e disa minuta varësisht nga zgjatja e temës dhe pyetje përgjigjeve tuaja. Ndërsa për sonde, kaq është ky transmetim e deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e të Madhit Zot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.